Kurti, unë me qëllim desha që të bëj një farë shkrimi metaforik ma tepër, për të tërhequr vëmendjen edhe Zotit Kurti, po edhe të tjerëve se nuk dohet të luajtur me emra të një kabineti më të rëndësishëm për shtetin që është sigurisht qeveria Kosovës. Duke por aty se ka elemente shumë të papërshtatshëm në ekipin e propozuar prej 20 ca njerëzish, përveç përjashto 2-3 emra, apo më mirë me thonë, vetëm Glauku ishte njëri prej atyre që i plotëson të kriteret për ta ushtruar pozitën e zëvendës kryeministrit edhe ministrit të punëve të jashtme, unë me qëllim deshta ta sfidoj, kështu metaforikisht, Albinin për t'i treguar se Kosova tani më nuk është në vitet e 45, kur ne u çliruam lufta nacional çlirimtare, si quaj atëherë, lufta partizane dhe fituam gjaja një liri, dhe vërtet në atë kohë Fatil Hoxha, i cili ishte në pushtet, nuk ishte kuadro për ta ndërtuar çfarë do të qoftë ekzekutivi, edhe ai kishte thënë që jam në mungesë të madhe, por Albinin në shekullin 21, në vitin qerekun e parë të këtij shekulli, mos jetë në gjendje kur Kosova ka me mira njerëz të aftë, të denjë, me titull shkencor, unë e sfidova vetëm me fshatin tim të lindjes, që është një fshat me 1000 banor, që ja propozova komplet kabinetin me doktora shkencës edhe atë shumë kompetitiv, edhe se cili i përshtatshëm në lemin apo në dikasterin qeveritar. Tani po dalim në pyetjen e juaj, unë në një farë mënyrë e kam prit. Kam dëshiru që dhe hiq pa dal Albini për emrin e vetë për kryeministër, me njëherë ta propozoj zotin Glauku Njufca, sepse Glauku është një person më i përshtatshëm, është më komunikativ, nuk është fyes, komunikon mirë me gjithë opozitorët. Në çdo bisedë që ne kemi bërë është një figurë që gjen konsensus. Është person konsensual, andaj unë e ko bendu, jo vetëm për shkak të afërsisë që e kam, por për shkak se Glauku e meriton një pozitë të tillë. Megjithatë, më mirë vonë se kurrë, ne themi në Kosovë, andaj u bë mirë, edhe pse unë dyshoj shumë që do të realizohet një skenar i tillë, sepse paraprakisht nuk është punuar me partitë opozitare apo me partitë 2, 3, 4, të cilat tani më janë shumë të përqara. Profesor, më lejoni t'ju ndërpres, PDK-ja dhe PDK-ja paraprakisht janë shprehur disa minuta më parë kundër kësaj lëvizje, por për kryetar kuvendi Glaukun, pra zoti Konjusa, ishte e pranuan, në mos gaboj atëherë ishte edhe AK-ja, Ramush Haradinaj, që të keni Glaukun, tha vendosni atët dhe votat tona i keni. Por në këtë rast, nuk mendoni që do gjej konsensus edhe të vogël sa për të arritur 61-shin? Është pak vonë sepse zoti Fatmir Limaj është shumë i nervozuar, është shumë i sfiduar edhe shumë i fyer në kohët fundit, edhe këta tani më kanë humbur edhe Fatmir Limajin. Edhe pse taktizimi apo forma që u propozua në mbledhjen e parë të propozimit qeverisë nga Kurti, Basha ishte tërhekur dhe ishte propozuar ministri infrastrukturës atje, sigurisht për t'ja lejuar, për t'ja lënë vendin hapur zotit Limaj, por tani më matematikat kanë ndryshuar, edhe është pak vonë. Dhe mendoj që Fatmir Limaj më nuk do të pranoj të votoj çfarë do të qoftë ajo qeveri, sepse edhe më duket mua
apo është vetëm një lloj prognoze, parashikimi e imi pa pasur këto informata shumë të sigurta se Fatmir Limaj veç ka fillu negociatat për të u futur në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës për zgjedhjet e ardhshme të parakohshme. Kështu që në këtë rast Albini vështirë në vërtet Glaukut që do ta kaloj